Për fillim të menys suaj të nesërme, ju propozojmë të përgatitni një specialitet ballkanik. Ai është pastë bosnje. Për përgatitjen e kësaj recete për 4 persona ju nevojiten këto artikuj: 400 gram mish i bluar, 1 kokë qepe, miell të bardhë, 1 ve, 2 feta buke, 2 decilitra qumsht, gjysmë litër ajk të ëmbël, patate, ca pjesë hudhre, 100 gram prezël, gjysmë margarine, 100 gram kaçkavall të renduar, vaj për ushqim dhe krip e piper. Koha e duhur për përgatitjen e kësaj paragjelle është 30 minuta. Specialitetin do ta përgatit mjeshtria e angazhuar në tryezën tonë. Marrim 2 patate të qëruara, të cilat i presim në qerek dhe i vendosim në enë të cilën e mbushim me pak ujë sa të mbëlohen patatet. I kriposim sipas e shijes, ndërsa enën e mbyllim me kapak. Tavën për fërgim e lyje me vaj për ushqim dhe e vëmë të nxehet. Marrim qepën dhe e grincojmë në pjesë të imta. Qepën e imtësuar e vëmë të fërgohet në tavën e nxehur dhe e përzijejmë. Në enë e vendosim tërë sasinë e mishit të bluar, të cilës i shtojmë hudhër të grincuar. Fetat e bukës i lyjem me 2 decilitra qumësht. Qepën gjatë fërgimit her pas here e përzije me lugë druri. Lugën e drurit e përdorim që të mos dëmtohet fundi i enës. Qepën e fërgojmë gjersa nuk skuqet. Pasi të jetë gati, qepën e fërguar e kullojmë me kulluese. Mishin e bluar së bashku me hudhrën e grincuar e kriposim dhe i shtojmë piper të bluar, si dhe 1 vezë. Kësaj mase i shtojmë edhe fetat e bukës të zbutura me qumsht, të cilat i grincojmë në pjesë të imta, që më vonë më lehtë të mundemi ta gatuaj masën. Tërë masën e gatuaj me dorë gjersa masa të bëhet e njëjtë. Pastaj masës i ashtojmë qepën e fërguar, me çka vazhdojmë me gatuarjen. Marrim një tufë majdanoz, të cilën e grincojmë në pjesë të imta dhe i ashtojmë masës së gatuar. Vazhdojmë me gatimin. Me dorë marrim sasi të masës, të cilën e bëjmë në formë të topit. Bëjmë aq toptha sa mund të vendosim në një tavë. Me këtë i bëm pastat boshnjake. Në tavën ku do t'i fërgojmë topthat, fusim një sasi të madhe të vajit për ushqim, të cilin e nxejmë në zjarr të fortë. Pasi që vaji është nxehur, i vëm topthat të fërgohen. Gjatë fërgimit të tyre, ato i kthejmë në anën tjetër që të fërgohen mirë nga të gjitha anët. Vëreni se topthat i kthejmë në anën tjetër me lugë metali, që do të thotë se atë e bëjmë me qëllim që ta provojmë cilësinë e enëve tona. Në enë të thellë fusim vaj për ushqim që të nxehet. E në ndërkohë provojmë patatet a janë zier.
Enën në të cilën zihen patatet përsëri e mbyllim me kapak. Në enën me vaj shtojmë edhe 2 lugë të mëdha vaj për ushqim, që pak e përzihem gjatë së cilës gradualisht ja shtojmë ajkën e ëmbël. Masën vazhdimisht e përzihem që të mos na paraqiten toptha prej miellit. Pasi që masa ka marrë pamjen e njëjtë, ja shtojmë edhe topthat e fërguar. Pak i përzihem e pastaj i shtojmë piper të bluar dhe krip sipas shijes. Në ndërkohë grimcojmë ca tufa majdanos francez, të cilat i shtojmë në masën me topthat e fërguar e pastaj e përzihem dhe lëm anash. Patatet janë zier. I largojmë anash, i kullojmë dhe i lajmë me ujë të ftohtë. Patatet e ziera i vendosim në enë tjetër ku i shtypim gjersa nuk fitojmë pure. Shtojmë krip dhe piper sipas shijes. Pures ja shtojmë tërë sasinë e kaçkavallit të renduar. Masën e gatuajmë gjersa nuk fitojmë masë të njëjtë. Masës i shtojmë edhe pak prezël që masa të forcohet. Pasi që tërë masa me pataten e zier, kaçkavallin e renduar dhe me prezlën është gatuar, nga jo ndajmë sasi të vogla të cilat i bëjmë në formë të kebapit. Në enë tjetër me dorë i përzihem 2 vezë. Në tavë fusim vaj për ushqim që të nxehet. Në të do t'i fërgojmë pjesët e patates së zier, të cilat më parë i lyhem me miell e më pas me vezët e përziera. Pasi që vaji është nxehur, i fusim në të njëjtën të fërgohen. Gjatë fërgimit i kthejmë në anën tjetër që të fërgohen nga të gjitha anët. Pasi që pjesët e patates janë gati, i vendosim në pjatën ku do t'i ftojmë e më pas në pjatën ku do t'i shërbejmë pastet boshnjake. Pastaj pjatës i shtojmë toptha mishi me salcë. Dekorimin e shtojmë me ca tufa të majdanozit francez.